politika e jashtme amerikane ka pas dy qasje, izolacioniste dhe po izolacionizmi ka dy lloj nënqasje, dhe natyrisht intervencioniste që është Wilsoni. Sepse izolacion ishte doktrina Monroe, Amerika për Amerikën, dhe kjo është e njëjta qasje që kishte Theodore Roosevelt, e njëjta qasje që kishte Nixon, e njëjta qasje që ka Donald Trump. Doktrina Monroe ka, domethënë, Amerika për Amerikën sfera influencës. Sfera e influencës. Si shtonte John Adams, si nuk ka parime në kërkim të mostrave për të shkatruar. Ne ndihmojmë ata vende interesante është se nuk ka filluar në 45 që e përmendi fitimi, por ka filluar në fakt që me Wilsonin, ky intervencionizmi liberal. Dhe gjithë presidentë amerikanë kam lexuar, po të lexosh Kissinger. Amerika u bë e madhe në 45-ën, po, saktë. I referohet Nixonit që Nixoni vetë mbante bustin e Wilsonit dhe vetë quante veten Wilsonian, pavarësisht se ishte një president totalisht i ndryshëm nga Wilsoni për sa i përket çështjes politike. Wilson është presidenti i parë progresist që dhe patjetër që erdhi në Europë, ndryrën në Europë. Dhe thjesht për të diskutimit për vetë qasjen që mënyrën dhe kritika që vjen për zotit Trump, duke qenë se shpeshherë parë që është fokusuar më shumë tek politika jashtme se politika e brendshme. Kur kishim një mbyllje qeverisë gati më shumë se një muaj edhe fokusi ishte pikërisht këto konflikte ndërkombëtare për protagonizmin e tij. Për të rikthyer tek situata ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, mendoj për të vazhduar pak mendimin që kisha më përpara për faktin që piknisja ishte ky plan projekt me 28 pika, dhe sot diskutimet janë për 19 pika, për shkak se i dhanë mundësinë Ukrainës për dhënë inputin e tyre, dhe jo vetëm Ukrainës, por edhe vendeve europiane në fund të ditës, për shkak se s'kemi akoma një reagim nga shtëpia e bardhë në lidhje me këto 19 pika, aq më pak pastaj nga Putini ende nga ana tjetër. Putini mendoj nuk e pranoi as 28 pika, nuk e pranoi. Mendoj, edhe unë pajtohem që Rusia në vetvete nuk dëshiron të ketë paqe ndërmjet me Ukrainën. Kemi një reagim nga Rusia, nga Putini vetë, në lidhje me 28 pikat, kishte bërë një telefonat me presidentin Erdogan dhe i kishte shprehur që këto janë një bazë shumë e mirë për të rënë dakord. Por ama do vazhdoj negociata mbi 28 pikat. Po, jo. Bazë shumë e mirë për të vazhduar, unë e kuptoj ajo djalli flen detaje, domethënë, por që për 28 pikat, për 90 pikat mund të ketë reagim tjetër, nuk e di. Këtë edhe më të fortë sipas jashtëm. Edhe për 28 ai s'do i pranoj. Po, mendoj se gjë që do të jetë më qartësues do jetë një takim i zotit Zelenski me zotin Trump, besoj se do ndodhë javës që vjen. Fundjavë po nuk di. Fundjavë në Parim po. Nuk e di ma qëndron ultimatumi apo nuk qëndron. Jo, se pati i tërheqje për ultimatumin nga presidenti Trump. Faqe shiko, ky është plani jon, po plani mund të rish mund diskutohet. Ultimatumet ka një shakanshet e bashkuar që thotë gjithmonë brenda 2 javëve do ndodh diçka dhe asnjëherë nuk do brenda 2 javëve. Shka pra, pa parashikueshmëria si instrumenti i ushtrimit të pushtetit ose presioni maksimal. Gjithsesi, pavarësisht gjithë kritikave dhe gjithë shqetësimeve që ngrë një dokument 28 pika apo kjo qasje në lidhje me paqen e Ukrainës. Fakti që ka një dokument ka pasur, kanë qenë dhe bisedime në Turqi midis palëve e tjere. Po ishin diskutime të cilat nuk quan asgjë kundi. Tani ka një dokument, pra ka diçka të shkruar, ka një plan siç thot Putini nga i cili mund të nisemi. Kjo e bën më të afërt horizontin e paqes apo jo? Patjetër, sepse kalimi i kohës të paktën është sfilitës për Ukrainën, dhe keni parasysh jo thjesht për Ukrainën, por ka devijuar shumë zinxhirët ushqimor të botës. Ju e dini që në pranverë fillon furnizimi i Europës dhe sidomos furnizimi i Afrikës dhe vendeve tjera që janë shumë të varura nga gruri dhe misri që vjen nga ky rajon. Dhe po ta shikoni me kujdes ke marrëveshja me 28 pika ka gati të precizuar për lumenjt se si do bëhet administrimi i lumenjve për të dalë në detin e zi, për të ndihmuar Ukrainën, po për të ndihmuar dhe Rusinë. Dhe prandaj unë besoj që është një hap jashtëzakonisht i madh dhe besoj të dyja vendet janë të interesuar. Edhe Rusia dhe Ukraina. Absolutisht, sepse Rusia po gjen momentin më të mirë që të dalë edhe nga narrativa e parë. Narrativa e parë e Rusisë kur u fut në planin e ekspeditës, ishte operacioni special i famshëm. Denazifikimi dhe demilitarizimi. Po, ishte denazifikimi. I cili përmendet te 28 pikat, për habitshmërisht. Pra ai duket dora rusëve në tekst. Të lutem, përdoret e 4, ndërsa arsyeja e aksionit ka qenë denazifikimi. Prandaj thonë që raporti 28 pika është bërë nga zoti Dimitrov dhe zoti Vitkov ka asistuar.
Kjo është një... Kirill Dimitriev, Kjo aq e mirë, do me thëmë. Po pranaj thupe dora rusë, po. Dhe është pjesa ekonomike, besoj që do ndihmoj një lloj, të themi, një lloj drite në tunel, sepse të dyja vendet jo thjesht po humbin, por të dyja vendet po të rriqen jashtëzakonisht edhe nga planet e tyre të zhvillimit. Ka një problem që zoti Putin gjatë të paktën 3 viteve të fundit ka rritur prapë të ndjenjën e nënës Rusi. Dhe gjithë rusët tash nuk e llogarisin Ukrainën fare, në sensin që Ukraina është pjesë e Rusisë, domethënë ne bëjmë kot këtë diskutim. Dhe po ta ndiqnim prapë me kujdes në raportin 28 pika ka raport për kishën ruse në Ukrainë. Ose është sherrë i madh ajo çështja. Janë 3 kisha. Ajo t'je pjesën e identitetit. Dhe po mendoj njerëzit që e kanë bërë nuk është thjesht produkt tani. Kanalet ekzistojnë gjithmonë. Tani po qepet, besoj, deri në fund. Dhe të shojmë se cili do jetë produkti final. Problemi me çfarë shoh personalisht është problemi se si do administrohen fondet. Një ide që ka qenë ishte që pjesa e fondeve ruse të asistohen po të ndihmojnë nëpërmjet Rusisë. Ju e dini që Ukrainës për ta ringritur sipas planeve paraprake që janë bërë, mendohet për 540 miliard, ndërsa tani dëmet e infrastrukturës janë rreth 170 miliard për atyre. Dhe në qoftë se Rusia do futet si partner bashkë me Shtetet e Bashkuar për të rindërtuar pjesë, është ky variant? Po, ka qenë gjithmonë si variant. Që Rusia të hyjë Po, ty. Pas ushtrisë të çojë tjetër ty me bizneset e veta. Sepse edhe tani që po flasim, akoma janë të gërshetuara bizneset me njëra tjetrën, pavarësisht se ne nuk dim shumë gjëra. Dhe në momentin që po flasim, Ukraina ka marrë goditjet më të mëdha përveç pjesës ushqimore, ke pjesa e eksportit të çelikut. Ju e dini që ata kanë qenë nga eksportuesit kryesor të botës. Me kompleksin e Azovit. Dhe ndihmë më të madhe se sa Rusia për interesat e veta nuk mund t'i japi askush. Prandaj është ky momenti që zoti Trump duhet ta menaxhojë jashtëzakonisht mirë, e para për atë ëndrrën që ka ai për Nobelin, dhe dyta thjesht për imazhin e Amerikës se si do dalin nga kjo luftë. Të gjithë kanë probleme praktike, po natyrisht edhe probleme të imazhit. Edhe Ukraina, edhe Rusia. Dhe sikleti më i madh është nga e gjitha që Kina mund të jetë përfituesja më e madhe në rajon. E kësaj paqe? E kësaj paqe të madhe. Pse? Ajo edhe luftës është përfituesja më e madhe. Po. Ai para në aspektin ekonomik dhe dyta në mënyrën se si do vendosen forcat me këtë pjesë paqe, sepse gjithmonë rikonfigurohen në çdo marrëveshje. Rikonfigurohen dhe njerë forcat me njerë. Okej, kalevaj. Ne duhet të shohim për te narrativës që japin të dy palët dhe çfarë realisht kërkojnë palët në konflikt dhe çfarë synohet zgjidhjet edhe nëpërmjet kësaj paqe të negociuar që duhet jetë patjetër paqe negociuar sepse s'ka si të jetë ndryshe. Gjithë historia njerëzore na ka treguar që është një shtet i fuqishëm i cili ndërmjetëson, është një konferencë paqe, se ato që ne përmendëm. Një koalicion shtetesh që negocion. Absolutisht. Nuk mund të jetë një shtet periferik i cili të negociojë paqe apo bizetime të drejtë për drejta. Kjo pothuajse s'ndodh kur. Tani, në lidhje me narrativa nuk është bardhëzi. Me ashtu si kundër Ukraina ka absolutisht shumë sfida, të cilat janë theksuar me kalimin e kohës. Sfida kryesore tani është sfida e korrupsionit, për shembull. Aty janë 2 ministra, cilët u shkarkuan $100 milion të zhdukura pa zhurmësh. Jermak, i cili është shefi i kabinetit dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, janë 2 personat e përfshirë në skem, të cilët natyrisht kanë goditur rënd legitimitetin e Zelenskit dhe por nga ana tjetër mos harrojmë. Korrupsioni është gjithmonë i rënd, po s'do të zgjatem shumë me dobësitë e Ukrainës, si përmendi shumë mirë Beni, por te ato të Rusisë në fakt, Rusia ka riorientuar gjithë ekonominë e saj, asnjë shtet në botë sot nuk shpenzon 35% të ekonomisë së saj prodhimi përgjithshëm bruto për shpenzime ushtarake. Që është barë e jashtëzakonshme ekonomia. Absolutisht, nga 65 miliard në 150 miliard shpenzimet e saj për ushtrinë në vitin që lan pas. Tani është edhe barë, por dhe nuk është Alban, sepse duke orientuar atë, domethënë ky është pastaj që a intereson Putinit të përfundojë luftën apo jo. Sepse në qoftë se ai do përfundojë luftën, e para i kthehen 1 milion e ca ushtar, të cilët nuk janë nga Shtet Petersburgu dhe nga Moska, po janë tartar Çeçen, Ingushetia, Dagestan, Kaukazi, ose janë të burgosur, ish burgosur, problematik, ordiner apo kriminal, të cilët duke u kthyer në Rusi do provokojnë
jashtëzakonisht shumë trazira. Këto që po them nuk i di nga vetja, po natyrisht janë theksuar nga analistët që merren me këto çështjet. E dyta, për sa i përket barës industrisë, i bie që industria të riorientohet përsëri nga e para, e cila do kishte një goditje shumë të madhe, jo vetëm të industria e luftës dhe mbrojtjes, por natyrisht do godiste eksportet e Rusisë në këto momente e Po vendet e punës. Vendet e punës krijohet pakënaqësira, trazira sociale, tani s'ka nevojë të përmendim Machiavellin këtu pse bën luftrat shpesh edhe pse intereson sundimtarëve. Domethënë është një mënyrë, mekanizëm për të ruajtur dhe për të kontrolluar pushtetin dhe për të shpëndar plaçk. Qëllimi bazë. Absolutisht. Kështu që janë kaq shumë faktor në mes, por absolutisht unë mendoj, me sa kam ndjekur që në fillim këtë çështje deri sot që flasim, që Rusia nuk ka synuar ndonjë pushtimin e Ukrainës, është e pamundur dhe të imagjinohet. Jo më të duk sigurisht se në fillojnë. Fakti që dërgojnë trupa nga ata donin ndryshim pushteti, të sistemit, regjimit. Menduan që duke u afruar Kievit dorëzoi pra ata vendosnin një papet regjim, apo një regjim kolaboracionist. Një lloj Bielorusie. Bielorusie dhe nëpërmjet asaj ta kontrollonin. Madje edhe për Bielorusinë ju e dini që ko pas kohe ka pasur idera për një federat përbashkët. Kjo është përdorur si as në mëngi Putinit, mund të bëhet sepse Putinit intereson të shtytet për 5 vjet tjera, nuk ka më mundësi kushtetuese dhe vetëm duke ndryshuar kushtetutën përmes një bashkimi me Bielorusi mund të vazhdojë të jetë president deri sa të jap Zoti jetë. Kështu që në këtë sens janë gjithë këto faktorë të cilët shtyn krijimin e narrativave, të cilat duken krejtësisht të kitha me njëra tjetrën. Se po të lexosh mediat amerikane, mediat europiane, që duket sikur janë aleatët të njëjtin front, mediat pastaj ruse dhe ato ukrainase, duket sikur flasin për realitete krejtësisht të ndryshme. Do me thënë, e dini sa territor kontrollon sot gjithë Ukrainës, Rusia 19%. E dini sa ruset mik në Ukrainë para luftës, se tani janë më pak, 18%. E dini, me që përmend edhe kishën, sa ka serb të identifikuar si serb në Mardzi, ju e dini Alban, se janë 45%. Pra 45% atje, vetëm 18% këtu. 18% që këtu është shumë më problematik se sa 45% që atje. 2% janë serbë në Maqedoninë e Veriut dhe kisha quhet serbe. Në lidhje dhe ky ka qenë problemi mbi kishën, sepse dihet pa u futur shumë në teologji për rolin e autoqefalisë, kanë kishat bullgarët shumë 1820, nuk pyetën çfarë jemi grek, 1823 tot mark nazour, në limet e historisë e Ballkanit jemi bullgar. Çfarë ndryshoi liturgjia? Çështja e autoqefalisë. Çështja e që me identiteti kombëtar. Dhe e them këtë sepse para lufte, kishte një pjesë të madhe e popullatës ukrainas, të cilat identifikoheshin si bilingual. Jo, apo binacional. Ndërkohë që sot ata janë kthyer në Ukrainas hardcore dhe aty janë ndaluar dhe të studiojë Tolstoj, Pushkini, të ndiqet baleti rus e tjerë, sepse gjërat nuk janë një lloj në kohë. Do me thënë, identitetet forcohen. Dhe kjo gjë mund të ketë bumerang Rusisë nëse pas nëse, jo vetëm në raport me Ukrainë, por edhe në raport me republikat e tjera brenda Rusisë, do me thënë. Kështu që janë gjithë të faktorë që duhen marrë në konsiderat, mendoj. Unë kam këtë mendim që problemi ka nisë në 2014. Domethënë, dakor, u bë marrëveshja e në 2008 ka nisur me konferencën e Minut që tamam fare me Yushchenko, po ata e rikuperuan sepse Ukraina në fakt nga 1990 deri në 2014 ka qenë një vend vasali i Rusisë edhe Bielorusia. Apo jo. Me Leonid Koçma, me Leonid Kravchuk dhe me Viktor Yanukovych. Deri në këtë moment ka qenë rregull kjo punë, fare. Ukraina kishte komplet statusin që ka sot Bielorusia, apo që kishte ku diun Kazakistani, apo që ka. Shikon dhe më shumë andesë se eksakt. Edhe Rusia kur nuk ka patur thellësi strategjike më të urtë se sa sot që nga koha e Volodimirit të Madh, që në shekulli 10. Pra thellësia strategjike ruse ka qenë gjithmonë në kufirin perëndimor të Ukrainës. Me marrjen e Ukrainës nga perëndimi, thellësia strategjike Rusisë u dobësuar në mënyrë ekstreme. Pra shkoi deri kufiri nga Moska, ai rublia Krasov është gati, po diun, pak kilometra, nuk është shumë kilometra. Pra kjo gjë ekspozoi në mënyrë të tmerrshme Rusin. Pra në një farë mënyre, kalimi i Ukrainës plotësisht në kontrollin perëndimor. Dhe kalimi i Ukrainës një vend kandidat për në NATO, e çoi NATO-n perëndim, për ushtrin amerikan, ushtrin ku diun, e perëndimit deri në kufit më të afërt të mundshëm të Rusisë. Kështu që kjo do e prodhonte një problem. Para revolucioni famshëm i Majdanit, se që t'japim hakun gjëra, si më thënë. Pra, pritse, kjo është teoria e... Jo, këte paralajmëroi Putini në konferencën e Minut në marrëdhënie ndërkombëtare, pra, që si me siguri Rusia ka. Shiko, ti ke vendet e Veriut që i ke antarët NATO-s. Po pra, ato bën konkursi që e do. Baltikun. Po Baltiku. Shiko, ato pranuan një lloj si shkëputje Slovenisë. Ti ke për shkak të luftës në Ukrainë, jam dakord. Finlanda, të fut Suedia që nuk ishin Po, Finlanda dhe Suedia s'kan qenë asnjëherë në historinë vjeçare të Rusisë vende kaq pjesë e realit rus sa Ukraina. Ukraina e tha pak i liri, ka qenë
që për themelimit të botës duke mos ruse. dashur, me që kishte frikën se mos i hynte NATO në Ukrainë, në fakt ai tani u rrethua nga NATO. Ai ishte diçka që nuk e parashikoi. Sepse shiko, ai ata nuk e mendoi. Ai mendoi pak a shumë. Ai mendoi që po e rrezolte me një fryrë. Ai mendoi që po e sulmoi për zoj qeverinë, Perëndimi nuk do reagoi sepse ka të problemet e veta, ndërkohë që ndodhi tjetra. Pra, nuk e rrezoi dot dhe Perëndimi ishte në koalicion kundër Rusisë të pati sanksione, pra u detyrua të ndryshojë totalisht objektivat ushtarake. Edhe u përqendrua në 4 vende në lindje. Por ama Ukraina nuk është si Finlanda, të themi të vërtetën. Parasisht që është vend pa fëmijë sa Finlanda. Sepse Ukraina ka popullat ruse, ka popullat që flet rusisht, ka besimin fetar ortodoks. Dhe Finlanda një të tretë në territorit. Finlanda mbi Karelen. Eksakt. Vendet e Balltikut, popullata ruse, rusisht folca, atje shkon 38% ishte në Estoni. Jam dakord. Në gjitha ato vende ka përzierje, siç ka ndodhur në territorit e mëdha. Vendet balltike e para janë balltike, pra janë popull balt në shumicë, dhe e dyta ato u bën antarë të NATO-s. Në kohë Rusia ka qenë shumë e dobët, sot nuk bëshin dot më antarë të NATO-s as ato. Kishin influencë gjermanike ato, kanë pasur gjithmonë. Janë popull balt. Kështu, pra etnikisht janë balt, kanë gjuhën e tyre, kanë kulturën e tyre. Qartë. Shiko, Rusia kur ka qenë e dobët, nuk ka mundur dot të ndalojë edhe bombardimin e Beogradit. Sot nuk bënoj që mund të bombardohet më Beogradi nga amerikanët apo nga europianët. Pra kemi një Rusi tjetër, mas 2008-s, shiko, ka një histori Rusia këto vite. Nga viti 2000, në 98-2000 kur Putini erdhi në pushtet, Rusia filloi të bëhet shumë më i fortë. Pra i vendosi një lloj autokracie shumë të fortë sa ajo e Putinit, burgosja ata oligarkët e Khodorkovskij me radhë. Më falni, e Jelcinit, i burgosja ata mbylli luftën në Çeçeni, futi me dajake me hu atyre, shkojnë në Dagestan, hyrim hu dhe atyre, dhe Rusia filloi të ketë një lloj stabiliteti shtetëror dhe të ardhurat të mëdha nga nafta, nga gazi, me radhë filloi të bëjë shtet tjetër dhe Rusia dëshmoi të gjë në vitin 2008 kur ndërhyri në Gjeorgji. Kur ndërmori të gjitha liri dy rubrikat e opozitës të Ossetit, por rozoi Saakashvilin. Pra një njeri i cili po i bënte, po themi, kundërshtim. Sot është regjim pro-rus ose Gjeorgjia, pra i njëjti skenar ishte edhe në Ukrainë, për të mos zgjatur që të themi. Pra du të them që Rusia ka shqetësime sigurie, kështu mendon ajo. Kto duhen adresuar, nuk mund mos adresohen. Unë mendoj që maksimumi që mund të jepet, që të mos kemi Chamberlainin apo mos kemi marrëveshjes që i prish Rusia dhe sulmon prap, duhet të jetë të ruhet kufiri dhe të kemi garanci sigurie. Pra, ajo të mos hyjë në NATO, ndoshta, ku diun, por edhe kështu që të bëj çfarë do Putini. Kjo është kërkuar nga Starmeri, nga kancelari gjerman, sepse i lirë europianët, profesor Kalimaj, europianët e dinë shumë mirë. Europianët kanë vujtë në kurrë Rusin. Në pjesën e fundit. Ne shqiptarët gjithashtu kemi vujtë në kurrë.